Ëmbëlsira që kemi bërë unë dhe Andrea në shtëpi. Cheesecake. Për me ba na duhet 200 gram Philadelphia. Na duhen edhe vezët, ndame 2 pjesë, këtu kemi të bardhën edhe këtu kemi të verdhën. Këtu kemi 90 gram, këtu kemi 75. Pastaj na duhet panna, do përdorim vetëm 200. Na duhet mielli 80 gram. Pastaj na duhet edhe sheqeri, 70 gram sheqer. Tani na duhen edhe biskotat? Ja ju më thar. Jo, janë për amëlsirën, hajde këtu ore majmun. Dhe pastaj me në fund na duhet çoko kremi. Ja ju më te, Jo, Edhe hajde këta këtu hajde. tash, se na duhet për amëlsirën. Okej, vazhdojmë. Këtu kemi biskotat. Do t'i tërmojmë. I thermoj unë. Me avash, me avash. Thermoj unë. Jo me pris tavolina, me avash. I marrim biskotat dhe i edhim këtu në tas. 1 2. Okej. Tani, i edhim gjalpin që kemi shkri dhe i edhim avash avash. Atëherë masi e kemi edhë gjalpin dhe rezultati duhet jetë kështu. Do me thënë, pak e njohëm që duhet ta marrim mirë biskotat, gjalpin. Atëherë e marrim dhe e edhim në tepsi. Tani është puna jote, Andrea, Tani po. që të marri formën e tepsisë. E fusim në frigo. Tu kemi panë 250 gram. 250 po. 250 gram. E rapi mirë, derisa të marrë atë volumin e tij. Pana është gati dhe e fusim në frigo. Tani fillojmë me të bardhën e vezës. I rapi mirë. Jo, vezët. Edhe vezët janë gati dhe Dhe tani do i lejmë që të pushojmë pak. Edhim të verdhën e vezës që kemi këtu. okej. Edhim dhe sheqerin bashk. Dhe vazhdojmë i punojmë të dyja bashk. Atëherë dhe vezët i kemi rraf mirë me sheqerin. Tani do i edhim Philadelphia. Okej. Ja tani është gati. Atëherë vezët e verdha, sheqeri dhe Philadelphia. Edhe do vi kështu, ja, si që shikoni këtu në video. Tani kemi panën këtu dhe do i edhim avash avash. Avash, avash. Me avash po e edhim. Sa bukur ka dalë, ma? Shumë bukur ka dalë. Dhe tani? Tani kemi të bardhën e vezës që kemi rraf mirë dhe i edhim avash avash edhe këtë. Tu kemi mielin dhe ja edhim avash avash. Me avash, Me avash. Nga lartë e poshtë. Po bane ti për. Si ta bëj unë, bëj ti. Poshtë e lartë. Dhe tani, ma? Tani e kemi gati dhe e edhim këtu, si për biskotave. Vazhdo. Ja dhe cheesecake është gati, tani do e fusim në furrë me 150 gradë për 55 minuta. Ja dhe cheesecake është gati, tani do i edhim Nutella.